Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim. Ministri i Vendit kryeministri Belinda Balluku reagoi për herë të parë ndaj akuzave të Spakut, duke deklaruar se çdo çështje juridike duhet trajtohet nga drejtësia dhe jo në gjyqje publike. Zonja Balluku tha se i beson drejtësisë së re dhe se nuk do të komentojë hetime, duke shtuar se nuk i ka penguar asnjëherë prokurorët bëjnë punën e tyre. Reagimi erdhi pak orë pasi zëvendës kryeministri Albana Koçiu betua dhe mori detyrën bashkë me ministrat e rinj të kabinetit. Spak përfundoi hetimet për ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmeta, i cili prej 3 vitesh ndodhet në kërkim ndërkombëtar aktet e mbylljes së hetimeve. Ju komunikuan avokatit e tij, zoti Ahmeta, i pritet përballet në gjykatën e posaçme me akuza për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie dhe çështjen e inceneratorëve. Kosova shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Presidenti Vjosa Osmani shpërndau kuvendin me dekret pasi deputetët nuk arritën të zgjedhin presidentin e ri të vendit brenda afatit kushtetues që përfundoi mesnatën e 5 marsit. Kryeministri Albin Kurti e cilësoi dekretin antikushtetues, ndërsa u shpreh se zgjedhjet e reja nuk janë zgjidhje. Mbrëma të gjithë dhe operacioni ushtarak i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit u intensifikua në ditën e 7 të luftës ndaj Iranit. Ushtria izraelite njoftoi se ka bombarduar bunkerin e udhëheqësve të lartë të Teheranit. Presidenti amerikan Donald Trump i bëri thirrje Iranit që të dorëzohet pa kushte, pasi në të kundërt nuk mund të ketë asnjë marrëveshje. Rritja e çmimit të naftës në bursa për shkak të luftës në lindjen e mesme preku edhe Shqipërinë. Të premten u shënua një rritje e çmimit të karburanteve në vend deri në 184 lekë për litër. Situata pritet të shqyrtohet të hënën nga qeveria, e cila ka thirrur në një takim në kryeministri kompanitë e karburanteve. Formula 1 ka nisur zyrtarisht sezonin 2026 në pistën ikonike të Albert Park në Melbourne. 2 seanset e para të provave të lira dhanë sinjalet e para për rivalitetin e këtij viti. Provat zyrtare për renditjen e nisjes zhvillohen të shtunën në mëngjes, ndërsa gara për çmimin e madh të Australisë do të startojë në orën 5:00 të së dielës dhe transmetohet drejt për drejt në digital. Ish zëvendës kryeministri Belinda Balluku reagoi për herë të parë ndaj akuzave të Spakut, duke deklaruar se çdo çështje juridike duhet trajtohet nga drejtësia dhe jo në gjyqje publike. Zonja Balluku tha se i beson drejtësisë së re dhe se nuk do të komentojë mbi hetimet. Ish numri 2 i qeverisë u shpreh se nuk i ka penguar asnjëherë prokurorët të bëjnë punën e tyre. Ajo mohoi akuzat për pasuri të fshehura, duke theksuar se nuk ka 300 apartamente, jahte apo limuzina dhe se nuk ka asnjë lidhje me korrupsionin. Ishte gjithçka për edicionin tonë të mbrëmjes këtu në Top Channel. Bashkë do të jemi sërish në mesnatë për të rejat e fundit. Deri atëherë, mirupafshim. Mirupafshim.